Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i Mërkur 30 prill 2025. Dashi. Ka më shumë dëshirë për të bërë. Në kontekstin e punës, projektet favorizohen, por kini kujdes nga një i afërm që është shumë ndërhyrës. Demi. Ata që kanë filluar kohët e fundit një program ose projekt të ri, gjejnë pengesa për të ecur përpara, por pa faj të tyre, dashuria mund të jetë ngadalë. Në këtë ditë forca fizike nuk është aty, dhe ndoshta duhet të merrni masa për një problem. Binjaket. Ditë të shkëlqyer jo vetëm për të kontrolluar forcën tuaj në dashuri, por edhe për të vlerësuar projektet e reja. Shëndet, sot ndiheni në formë. Gaforja. Kjo është një ditë shumë intriguese. Ata që punojnë vetë kanë mundësi të fitojnë të ardhura shtesë. Luani. Ju nuk do të keni asnjë lloj hezitimi për të larguar njerëzit që mund të bëhen problem ose përfaqësojnë një pengesë për vazhdimin e një projekti që tashmë është në mendjen tuaj. Virgjëresha. Zemrat e vetmuara duhet të shikojnë përreth. Këshillohet të shmangni ndryshimet drastike, kini kujdes të mos bëni gabime, sigurohuni që gjithçka të jetë në rregull përpara se të lidhni një marrëveshje. Peshorja. Çiftet afatgjata që kanë kaluar kriza mund të gjejnë një ekuilibër. Thirrje nga jashtë, udhëtime të planifikuara, iniciativa fituese dhe frymëzime të duhura. Akrepi. Ditë pak të lodhshme ose plot vonesa, distancohuni nga dikush që dëshiron t'ju bëjë zemërimin. Në dashuri nuk keni gjithmonë energji, ndaj për momentin mos mbani anën. Shigjetari. Vëmendje në dashuri edhe sepse propozimet që fillojnë në këtë periudhë mund të jenë interesante. Në punë, shikoni në pikë, ndryshimet janë të mundshme, por edhe detyra të rëndësishme. Dikush do të kritikojë mënyrën se si ju e bëni. Britsjapi. Informacion i mirë mund të merrni një detyrë interesante. Martesa dhe bashkëjetesa të favorizuara, kreativiteti. Ujori. Ju duhet të provoni se çfarë vleni në punë, filloni mirë. Një pasion është sërish protagonist në këto ditë. Mundohuni të arrini, do të jetë e mundur ta bëni këtë së shpejti. Peshqit. Probleme të mundshme ekonomike, unë rekomandoj që të mos shpenzoni shumë para këto ditë. Ju jeni zënë në një çështje familjare për t'u zgjidhur. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.